Në Kur'an, Zoti i Gjithësisë tregon për idhëtarët e librit, jehudët dhe të krishterët, rreth Muhamedit alayhi salam. Thot Zoti jon, atyre që ju kemi dhënë librin e njohin Muhamedin alayhi salam më mirë se bijtë e tyre. Ata e dinin që Muhamedi alayhi salam ishte i dërguar i Zotit, por xhelozia e tyre, inati i tyre, bëri që ata të mos e pranojnë Muhamedin alayhi salam si të dërguar të Zotit, sepse pretendonin që i dërguari i fundit të ishte nga mesi i tyre. Zoti tha, e vërteta është nga Zoti yt, prandaj kurse si mos u bëj dyshues për këtë të vërtetë. Muhamedi alayhi salam është i dërguar i Zotit dhe vula e pejgamberëve, pas të cilit nuk ka më asnjë pejgamber tjetër.